Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar sot zyrtarët e tij më të lartë të hartojnë propozime për një mundësi testimi të armëve bërthamore, një hap që Moska nuk e ka ndërmarrë që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 91. Ministri i Mbrojtjes Andrei Belousov i tha Putinit se deklaratat dhe veprimet e fundit të SBA-ve e bëjnë të këshillueshme të përgatiten menjëherë teste bërthamore në shkallë të gjerë. Ai theksoi se Novaja Zemlja në Arktik është vendi ideal për të tilla testime. Kam udhëzuar Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes, shërbimet speciale dhe agjencitë civile përkatëse të bëjnë gjithçka të mundshme për të mbledhur informacion shtesë mbi këtë çështje, ta analizojnë në Këshillin e Sigurisë dhe të bëjnë propozime të dakorduara për fillimin e punës mbi përgatitjen e testeve të armëve bërthamore, tha Putin. Asnjë vend tjetër përveç Koresë së Veriut nuk ka kryer teste shpërthyese të armëve bërthamore në shekullin 21. Analistët e sigurisë paralajmërojnë se rifillimi i testeve do të ishte destabilizues në një kohë tensioni të lartë gjeopolitik. Nëse një vend kryen një test të tillë, të tjerët pritet të ndjekin shembullin sipas ekspertëve. SBA testuan deri në vitin 92, Kina dhe Franca në 96, ndërsa Bashkimi Sovjetik në 90-ën. Rusia post-sovjetike, e cila trashëgoi arsenalin bërthamor sovjetik, nuk ka kryer kurrë një test të tillë. Së fundmi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ka urdhëruar Departamentin e Luftës të nisë testimet e armëve bërthamore. Trump ende nuk ka sqaruar nëse referohej në testime shpërthyese bërthamore apo testime të raketave me kapacitet bërthamor. Rusia muajin e kaluar testoi raketën e saj të re bërthamore e Burevestnik dhe po ashtu zhvilloi manovra nisje bërthamore dhe testoi raketën super bërthamore Poseidon, por testimi i tyre nuk përfshin shpërthimin bërthamor. Kjo lëvizje duket si përgjigje direkte ndaj veprimeve të Trumpit dhe vë botën në frikën e një përplasje bërthamore globale.